Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të playlistës së videove prezantuese të kanalit ton, të projektit që po zhvillojmë dhe më konkretisht të stafit pjesëmarrës. Kemi kryer tashmë një video prezantuese me menaxherin ton të kanalit dhe tani do të prezantojmë inshallah përkthyesit tanë. Jemi në shoqëri të imamit të xhamisë Lushnjë, Hoxha Alban Puka, pjesë e myftinisë së rrethit të Lushnjës dhe po ashtu aktiv në pozicionin e përkthimeve të lëndës së hadithit. Hoxh, selam aleikum, mirë se erdhët. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh, mirë se vjen. Atëherë së pari dëshirojmë t'ju pyesim ku keni lindur dhe ku banoni aktualisht. Atëherë unë quhem Alban Todi Puka, i lindur në qytetin e Lushnjës 11/7/1979 dhe banoj aktualisht në qytetin e Lushnjës. Mosha juaj? Mosha ime 46 vjeç. Familja juaj? Familja, jam i martuar me 3 fëmijë, kam dhe nënën. Pra kam një djalë dhe 2 vajza. Mashallah, Allah ju ruajt. Amin dhe juve bashkë. Cila është tecuria juaj e deri tanishme në Islam? Me mirësinë e Zotit subhanahu wa taala nga mezi i vitit 1999 kam pranuar Islamin në Tiranë në Akademinë Ushtarake Skënderbej gjatë detyrimit ushtarak. Me një nga miqtë dhe shokët e mi, një besimtar dhe një figurë e njohur si vllai jon dhe juristi Fabian Zhilla, i cili na fliste në atë kohë për Islamin, dhe e pranuam Islamin dhe filluam të praktikonin gradualisht pak në pak. Deri në kohën e sotme unë vazhdoj të jem besimtar i rregullt me lejen e Zotit subhanahu wa taala dhe përpiqem që sa të munden të përmbahem rregullat dhe parimeve islame. Allahu ju forcoft dhe Allahu shpërbleft vllain ton Fabianin dhe e përshëndesim nëse na ndjek. Gjithë bashkë. Cila është tecuria juaj në raport me studimet? Në vitin 2008, pasi unë pranova Islamin, fillova të lexoj her pas here shumë libra, ato që ishin përkthyer aktualisht në Shqipëri në atë kohë. Pastaj hapa një biznes, një piceri halal në atë kohë në vitin 2008, po ashtu që vazhdova rreth 4-5 muaj për arsye ekonomike, dyqani u mbyll, pra arsye ecurie, dhe studiova pak a shumë gjuhën arabe në Ver me hoxhën e nderuar Edmond Ajdinin, metodën e Mekës ka qenë atë kohë, dhe mbarova etapën e parë dhe etapën e dytë, më pas nisem në Ver të vitit 2008 në Damask në Siri, ku regjistrohem në Institutin e Gjuhës dhe Shkencave Islame në Bunur. Atje kam studiuar 3 vjet gjuhën arabe dhe shkencët islame bashkë me bashkëshortën time. Më pas mbarimit të studimeve u ktheva në Shqipëri, ku kam aderuar në fytyrinë e Lushnjës dhe kam qenë atë kohë rreth 6 muaj ose 9 muaj imam i xhamisë Lushnjës. M'falni, muezini i xhamisë Lushnjës, që bëja edhe rolin e imamit. Dhe fillova të isha sado pak aktiv me mësime, me organizime në atë kohë, dhe në fund të vitit 2010, fillimi 2011-s, u pranova në Universitetin e Kasimit në Arabi Saudite në shkencat juridike islame. Pra mbarova fakultetin me sukses dhe falënderimin takon Zotit. Para rreth një viti mbrojta edhe temën e magjistraturës në shkencën e hadithit, dega e marrujateve, transmetimeve pra të hadithit. Sa ka qenë periudha kozgjatja e 2008-2024, tash llogariteni rreth 13-14 vjet pak a shumë gjitha. Me gjithë vajtja ardhje mund të shkoj 15 vjet, po mund ta quajmë mesatarisht 13 vjet e poshtë. Mashallah. Cila është tecuria juaj në raport me punët ose profesionet që mund keni kryer deri tani? Tash gjatë rinisë time kemi bërë disa profesione të ndryshme, punë që na dilte në atë kohë. Kam pasur një servis celularës si fillim, pastaj punë në zrugtari për një periudhë disa vjeçare me vllain si ndihmës. Pastaj, siç e thash, hapa pizzerinë dhe ika në shkollë, pastaj mas studimeve punët e qenë pakta, tregti të vogla, dhe aktualisht
përpiqen të bëjnë një tregti online me shafranin e kuq, një lloj bime kuruese, lule kuruese, dhe vazhdoj ku të më japet mundësia të punoj përveç aktivizimit tim si imam xhamin e Lushnjës. Ju ftojmë shikuesit që ta provojnë shafranin inshallah. Ndërkohë, cilat janë objektivat tuaja për të ardhmen? Atëherë, si imam i xhamisë Lushnjës, bashkë me vëllezërit në ftini, përpiqemi që të lëm diçka pas të dobishme radh parë për fëmijët tanë. Nuk flasim në aspektin më të afërt, rrethin më të afërt, por për xhamatin, besimtarët e xhamisë dhe besimtarët e qytetit tonë, pra të lëmë një trashëgimi kulturore që ka të bëjë me diturinë fetare, e cila përfshin gjërat e domosdoshme në të, që njeriu të njohë shtyllat e Islamit, shtyllat e imanit, besimit dhe më gjërë, pse jo, dhe të lëmë trashëgimi, siç kanë lënë të para tanë, libra të përkthyer, vepra që flasin për tematika të caktuara që janë në dobi të shoqërisë dhe nevojat aktuale që ajo ka, dhe pse jo përkthimin e librave të dobishëm të hadithit, që besoj që ka nevojë e gjithë shoqëria, edhe pse njerëzit tashmë janë thelluar në punë të ndryshme, shkenca ndryshme, por mendoj që dituria më e dobishme që i bën njerëzit të shikojnë një dimension tjetër për jetën është dituria fetare. Pra ne nuk na mangojnë dituritë e tjera, matematika, fizika, shkencat e mjekësisë e kështu me radhë, por kemi nevojë edhe për dituri fetare, e cila edukon shoqërinë dhe mendojmë që neve në të ardhmen tonë, të afërt apo të largët, përpiqem të japim diçka ndryshe qytetit, pse jo ta quajmë Lushnja kultura dhe feja. Lutim Allahu na japi sukses në këtë veprimtari. I kujtojmë shikuesit që të na ndihmojnë me nga një subscribe, like edhe share. Subhanakallahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Allah shpërblet.